Mirëmbrëma të dashur shikues. I ftuari im personte është sërish Gjergj Thanasi, gazetar investigativ nga Durrësi. Postimet e tij në Facebook janë të shumta. Ai njeri mund të fusi dyshimin kur fle për nga numri i postimeve që bën, dhe që të gjitha pothuajse janë denoncime për projektin e shpopullimit të Shqipërisë, që po vazhdon pavarësisht gjithçkaje për ditë, për aferat e pistat të prostitucionit, të trafikut të drogës apo të trafikut të materialeve të rrezikshme që kërcënojnë jetën dhe sigurinë e shëndetit publik në Shqipëri, por jo vetëm. Me të bisedoj pra për këto tema, ku ai duket në një farë mënyrë i specializuar. Mendimi i tij është gjithmonë me vlerë dhe zbulimet e tij janë gjithmonë interesante. Gjergj Thanasi, mirëmbrëma, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje, faleminderit juve që më ftuat. Jo, për ne është gjithmonë kënaqësi, na bën nder sa herë që vjen. Nga ato tema që përmenda, nga do që ta nisim, cilën ke më për zemër? Ripopullimin e Shqipërisë. Se tani dhe të gosat e Sorosit po flasin për shpopullim. Problemi është ripopullimi i Shqipërisë dhe rreziku që i vjen në popullit shqiptar, se puna e madhe e popullit shqiptar. Rreziku që i vjen NATO-s, nga një vend antar i NATO-s si Shqipëria, rreziku që i vjen BE-s. Dhe kur them BE-s, shteteve të BE-s, jo atyre burokratëve të Brukselit, Mogherini and Co, që nga hajdutëria konkurrojnë edhe me kryeministrin tonë të nderuar. Po mirë, të sqarojmë në fillim të BE-s. Po mirë, të sqarojmë në fillim çfarë kupton ti Gjergj Thanasi me ripopullim? Se deri tani me të drejtë the edhe ti, jemi mësuar me termin shpopullim, pra zbrazje të territorit të Republikës së Shqipërisë nga popullata. Atëherë, besoj se të gjithë majnë mend dorëputhjet që kryeministri jonë i nderuar i bëri kryeministres Meloni, muajt e mjaltit në thonjza dhe by produkti, domethënë produkti të gjithë kësaj afere. Nën produkti. Nën produktit, ishte kampi i Gjadrit. Në kampin e Gjadrit ti marrim edhe ato që klandestin apo azil kërkues, aziatik dhe afrikan, që gjykatat italiane i hoqin vetë nga kampi, nuk bëhen më shumë se një 600 persona. Asgjë. Sa është kapaciteti i kampit? Po nuk ka rëndësi, fare janë harxuar gati 1 miliard euro. Si duket ato tualetet i kanë marrë nga këto të sheikëve të Abu Dhabit, prej Floriri, këto gjëra. Ose nga të Ukrainës. Se edhe stafi i Zelenskit i ka të derdhura në Ar. Tualetet. Po si duket edhe në Gjatër, po mos ta themi këtë se do sulmojnë katunarët rrëdhëqarë të marrin në halet prej Floririt të kampit Gjatrit. Quje, aman të keqe, mos për hapani. Mos për hapani. Ashtu. Pra, nuk është problemi se kushton 1 miliard, se nuk është ora parë që italianët hynë burg kur vjellin në Shqipëri në bashkëpunim me shqiptarët. Ju dhe unë mbani mend kroma blindatën me cilin Evelina Kanalja, a edukacia italiane për herë parë bëri një mision rrugator pra pyetës në Shqipëri. E mbani mend pos nano në burg për kompaninë Levante. Kraksin që iku me vrap kërkoj azil në Tunizi. Po fatasna nuk ka dalë pa fajshëm. S'ka rëndësi. Jo, ka rëndësi. Ai ishte i kurthi madh që futi njerëz në burg në Itali. Të gjithë majnë men 99-ën kampin Arcobaleno në Vlorë, që u plashkit nga blonjatët. Interesant. Kampi Ylberi, Po, emër simpatik. Shkoj për ndjekje penale nën sekretari për mbrojtjen civile, një barbieri, italianët e thoshin dhe barboni, nuk e di pse, dhe nuk e di bëri as bëri burg. Po i mori gjykatat me radhë deri në kasacion. Pra nuk është era parë që italianët dhe shqiptarët vjedhin bashkë. Nuk është asgjëre. Dhe që italianë deri në nivel kryeministri i kanë dalë të lashe me hajdutëritë në Shqipëri. Problemi nuk është këtu. Problemi është që të themi 500, do 600, më shumë nuk kanë kaluar, biles ato që janë në kamp, që kanë dalë me vendim gjykate. Tani, dhe këtë kryeministri Meloni e bën për sigurinë nacionale, sepse i thot elektoratit djathtë italian që unë po ua pastroj Italinë nga këto njerëz që ju krijojnë probleme në rrugë. Bukuri, shkëlqyshëm. E majra italiane që i kanë ngel hala sahati në kohën e qepës, jo drejtat e njeriut, jo aziatikët, jo këto,
jo po Bela Ciao, më thash, nuk janë rregull ato çfretë, domethënë nuk arrin ta kuptojnë thelbin e kësaj muhabeti. Kujtojnë se është shkelje drejtave të njeriut të aziatikëve dhe afrikanëve. Çfarë ndodh? Shqipëria është kthyer në një ta them si furra bukës dalin simitët, ashtu dalin klandestinët nga Shqipëria në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera të BE-s. Cilët janë rrugët? Është rruga Kufiri Gjelbër, nga Qafbota deri në Qaftan. Aty Rama ka thonë kam sjell Frontexin e tjera. Aty janë gjynaqarët që me zor gjejnë 200 euro me pagu katunari në Kapshtiz, apo 300 euro shoferin për t'i çuar deri në kufi me malin e zi. Edhe kapen edhe bëjnë, nuk është në i qamet e madh. Janë edhe klandestinët të cilët vinë nëpërmjet bandave të strukturuara kriminale transnacionale, pra jo vetëm shqiptare. Për shembull, ne në Shqipëri papritnos dhe papandyer janë 3 universitete, përfshi këtu edhe UET-n, Universitetin Europian të Tiranës, se çfarë është një kanadez, se çfarë kanë këto privatet, reklamojnë gjithmonë nga burimet hapura informacioni nga Facebookit e tyre i kanë fotot që një masë e madhe studentësh nga Nepali, nga India vinë të studiojnë këtu se kanë në nivel të lartë universitetet private shqiptare. Unë bëj pyetje. Këto kanë ardhur kanë të paktën 6 muaj këto studentët e huaj. Sa prej tyre vazhdojnë të jenë në Shqipëri? Se kushton bileta avionit nga India deri në Shqipëri, Mirë, nuk do të pengoj ta thuash këtë, po mos sqaro pak se ishim te kampi i Gjatrit. Dhe më thej që në vend që të presë refugjat të dëbuar nga Italia, është pikë trafikimi. Si hyn kampi i Gjatrit të këtë lloj? Jo, nuk është pikë trafikimi, është maska e trafikimit, ku krahas vjedhjes fondeve, që bëhen çuditëra, domethënë, ka më shumë policë ta klandestinë. Po thua që në rastin më të mirë janë dërguar 600 vet, ndërkohë që mijërat e tjerë kanë kaluar kufirin edhe nuk flitet për ta. Prit se është një mekanizëm shumë i rëndë, dhe është krim i organizuar. Nuk është Gjergj Tanasi shumë i zoti e ka bot gjithë vetë, jo. Sepse shtrihet në fusha të ndryshme, janë lloj viprash shqiptar të përfshirë dhe natyrisht janë edhe italianët. Shpresoj që në mpunësit e katit të tretë të ambasadës italiane ta përkthejnë. Çfarë ka kati i tretë i ambasadës italiane? Çfarë sektori është? Diplomat. Si kati 5 i Ministrisë Jashtme Shqiptare. Okej. Vazhdojmë. Pra, sa nga këto studentë që u bën janë 3 universitete, u bën 6 muaj, gjithmonë duke gjykuar nga Facebook-ut e universiteteve. Sa nga këto vazhdojnë të jenë? Një. E dyta, sportistët, papritmas lloj-lloj klubesh, jo vetëm futbolli, po lloj-lloj federatash, po blejnë sportistë të huaj. Nga Afrika, nga Azia, me përjashtim të mundësve që kanë ardhur nga Çeçenia, nga Republika Çeçene, pjesë e Federatës Ruse, nuk di sportistë të tjerë. Besoj mbani mend ato shfaqjet me atë Dumbën, atë sportistin Zezak, që talleshin ke Portokallia. Sa bëhet fjalë për qindra sportistë që kanë marrë leje qëndrimi. Sa prej tyre masi kanë marrë leje qëndrimit vazhdojnë të kontribuojnë në sportin shqiptar. Po mirë, ke të dhëna ti për numrin e studentëve të huaj që vinë nga Azia dhe numrin e sportistëve që vinë numrin total po flas. Bëhet fjalë, por duhen parë defteret e policisë kufitare. Unë flas me defteret, domethënë kompjuterët, Po. Sepse janë mbi 500 studentë të huaj, nofta gaboj, e ftoi policinë shqiptare, policinë kufitare të imigracionit, ta hedhi poshtë që po them unë. Thotë jo, nuk janë 500, janë 490, Gjergj Gënjen. I ftoi të janë mbi 500, po them të thonë, ja dhe listën e emrave, Y500 studentë. Sportistë, sa ke informacion ti se kanë ardhur në Shqipëri? Njelet për të parë se sa prej këtyre janë, se mund të vi nga Katmanduja, Nepal, dhe tjetë ende studentë, mund të ketë edhe studentë e legjitim. Po tani mas 6 muaj sa prej tyre janë, se nuk është që ka marru viti shkollor, dhe unë erdha nga Nepali, ngela në klasë, nuk e vazhdoj mo, ose baba vdik në Nepal, s'ka mo lek me pagu që unë vazhdoj universitetin, edhe kaloj klandestin në Perëndim. Tjetër, sportistët, bëhet fjalë
për kemi dy kategori. Njëra është me leje qëndrimi për arsye sportive, tjetra këtu hyn në punë edhe presidenca, është dhënia e shtetësisë shqiptare për meritat veçanta. Nuk është era parë që abuzohet me këtë, mjafton ato bashkëpusit indian që kishin vjellë në Indi $1 miliard që u dha shtetësia shqiptare në kohën e Ilir Metaj, president. Prit i dashur, se ti di kaq shumë edhe thua gjëra që nuk i din të tjerët. Mas qaro pak si është kjo puna e indianëve që ka marrë në shtetësinë shqiptare në kohën e Ilir Metës? Janë dy vëllezër mashtrues që i kërkon Interpoli, erdhën, hapën firma në Shqipëri, do investonin, do bënin namin me hotele, me fshatra turistike, me industri për pundimin e këtyre prodhimeve bujqësore elektorale, ju dha shtetësia shqiptare për arsye të veçanta. Pra, kontributën e ekonominë. Këtyre dy vëllezërve ju dhanë shtetësia. Jepet shtetësia shqiptare shtetasve shqiptarë të Kosovës, që janë shqiptarë etik. Qartë, po që të kuptoj unë sakt. Pra, dy vëllezërve indian u dhanë shtetësia nga Ilir Meta për meritat veçanta. Po, kur ishte president ai, tani më duket i është hequr, janë në kërkim, u arrestuan, u liruan. Po për çfarë janë në kërkim këta? Alo? Për çfarë janë në kërkim? Domethënë është Interpol Dekli që ja ka kërkuar Interpol Tiranës se kishin bërë mashtrim mbi $1 miliard atje, merr kredi, mos thyerje kredish, investime të rrema etj, thyerje besimi, janë ca vepra penale në kodin penal indian që janë trashëguar. Po nga këto 1 miliard që akuzohen ata, nga këto 1 miliard për cilët akuzohen ata, ka pikuar ndonjë gjë në Shqipëri apo? Nuk e di, u fol që do hapshin fabrika sapuni, çfarë do bënin këtu ato, po nuk di. Ndofta do hapur, unë nuk di. Vazhdojmë. Pra, po më thua se ka të paktën 500 studentë huaj, ka sportistë huaj dhe niset më thoje që ka edhe njerëz që do të vinë të marrin në shtetësinë, përveç këtyre të dyve. Jo, sportistët e huaj janë dy kategori. Ca që marrin rezidencën, pra të drejtën e banimit në Shqipëri, marrin rezidencën. Ka dhe disa, po kjo kushton, se do blesh presidencën, do blesh njerëz në presidencë, që theni ashtu si që janë gjërat, se nuk presidenti e Shqipërisë nuk banon Nën Tereza, ka vdek, 97 Nën Tereza. Pra, që marrin shtetësinë shqiptare, e kanë marrë ato çeçenët, po e kanë marrë, ama ato na kanë nderuar, kanë marrë medalje. Po, ata janë sportistë aktiv. Po ka lloj-lloj, ke ciklist, ke hudhës shtize më. Ç'ske? Notar. Po e praktikojnë sportin këta njerëz apo thjesht janë regjistruar si sportistë? Ato kanë ardhur këtu si sportistë, kanë marrë në shtetësi, kanë marrë të drejtën e banimit, rezidencën. Po. Dhe një pjesë prej tyre nuk rezultojnë në ekipe që i kanë bërë letrat. Po ja ku skote ekipi Sukthit, nuk dia ka ekip Sukthit. I ka bërë letra që ky është futbollist cilësor. Pra, nëse kam një Malawi në Afrikë, se gjeton në hartë Republikën e Malawit. Pra, ti po më thua që nëse unë kam një klub sportiv, të ftoj ty Gjergj Thanasin nga Tajlanda, po themi, si sportist cilësor, dhe në vend që të paguaj unë ty, më paguan ti mua që të bëj letrat për rezidencën. Për rezidencë edhe varet nga pagesa dhe shtetës shqiptar. Edhe pastaj unë mund të jem atlet në vrapim me pengesa, mund të jem qitës me pistolet, mund të jem ngritës peshas, ç'të dush ti, basketbollist. Po për në shtetësitë e sportistëve huaj, basketbollist amerikanë, jo afrikan, domethënë afro-amerikan, që s'ka nevojë për rezident në Shqipëri, amerikanët me pasaportë amerikane. Po këto janë ato rastet e ndershme që shërbejnë si paravan, si mbulesë për rastet e pandershme. A kemi shifra për sportistët që kanë marrë në shtetësi shqiptare? Jam pak. Do doja që presidenca të bënte transparencë, i bëj thirrje këshilltarit për sigurim të general Begaj, presidentit Begaj, zotit Ferdinand Xhaferrit, dhe kam edhe nga Durrësi, që t'ja kaloj të shqetësim presidentit. Nxjerr në listë, nuk është sekret. Nuk është listë me tanke, topa të ushtrisë shqiptare, me raketa, me drona.
mbrojtja e dheut, kupton? Të nxjerrin listë. Filani nga çfarë them unë, nga Malawi apo nga Zanzibari, po këta që punsohen, Gjergj, këta që punsohen realisht, këta që punsohen realisht në Shqipëri, që punojnë në rroba qepës, dado në për familje. Prit. 1 minutë, mos vrapojmë. Pra kemi studentë. Kemi sportistët cilësorë që po bëjnë namin për ta ngritur zërin e Shqipërisë kudo në botë, në botën e sportit. Tani është krijuar mungesë reale në fuqi punëtore, se shqiptarët me 101 mënyra janë dëbuar. Jo thjesht krahët e punës, po dhe pronarët e bizneseve, pronarë shqiptarë, jo është Gjergji si pronar, po në fakt është thjesht një hysmeqari mirë paguar, një të huaj që ka vendosur blej pasuritë patundshme në Shqipëri. I ka lënë zemër blej pasuritë patundshme. Tani ka realisht nevojë për fuqi punëtore. Dhe kemi realisht fuqi punëtore që punon në Shqipëri. Në Durrës janë masiv, ka dhe video të peshkatarëve egjiptianë, bile s'ka marrë pjesë në protesta këto peshkatarët egjiptianë. Punojnë në mënyrë të rregullt, me siguracion, me rrogë e tjerë. Po ashtu, në ndërtim ka shumë egjiptianë. Janë të paktën 3 kompani që thonë, domethënë kush do punëtor ndërtimi, jo hekurthyes, jo saldator, jo kështu pllakaxhi që shtrojnë pllaka, i sjellin këto nga Egjipti. Dhe realisht ato punojnë. Her pas here disa prej tyre e lën punën, punojnë 1-2 muaj dhe zhduket, por punojnë. Ku nuk ka? Filipinasit në përgjithësi vinë për të punuar. Nuk ka rëndësi nëse është shërbëtore në shtëpi, punon ke benzinata, apo punon ke ushqimor në Reps, ke rruga Kombit. Ato zakonisht vinë për të punuar, janë shumë të punës, biles edhe janë keq trajtuar nga shqiptarët, edhe kur i kanë përzan nga puna, i kanë parë në Durrës, vinin për klubet dum punë. Si shqiptarët në Greqi. Pra nuk këtu të përdorin Shqipërinë si pedan për të kërcyer në perëndim. Por unë i bëj thirrje policisë shtetit të bëj transparencë. Sa denoncime ka nga 1 janari 2025 deri në 1 maj 2026 nga biznesmenët shqiptarë që kanë importuar fuqi punëtori që u ka hikur. Kanë ardhur nga Republika Malagashit në Afrikë, këtu në Durrës, kanë punuar çik vetëm kur kanë hik. Apo denoncime për na shtet. Një prej tyre ka kamionet që hyjnë ke sheshi tragjeteve, ke terminali lindor. Më fal që ta kuptoj, pse ka mund detyrimin si punëdhënës të denoncoj largimin nga puna të një punëtori të huaj? Po, sepse ti ke përgatitur dokumentacionin që ai të marrë vizë për ty në Shqipëri, nuk kanë hyrë ilegale ato. Kanë ardhur në avion në Rina. Pra ti ke ca detyrime ligjore. Që do të thotë në momentin që marrëdhënia e punës nuk ekziston as e drejta e tij për të qëndruar në Shqipëri. Eksakt, dhe ti, si pronar, ke detyrim ligjor, jo se ke përgjegjësi, po do ta informosh policinë. Kisha 20 punëtor nga Sudani i Jugut, nga një 15 që janë paraqitur në punë. Kanë qenë në këtë adresë, nuk janë më aty. Sa mund kenë probleme, mund kenë dëmtuar banesën që ka marrë në mund mos kenë paguajnë dritat, pra i shkaktojnë dëm shtetasve shqiptar. Pra, kemi student, kemi sportist cilësor, kemi dhe krah pune, të cilët ka shumë që punojnë në mënyrë normale, të ndershme, ka dhe që vinë 1-2 edhe zhduken. Sa do të zot jetë Afrikani e Nepalezi, pa ndihmën e Malavitës shqiptare nuk shkon dot në Itali. Nuk mund kaloj dot Malzi nga Malizi në Bosnjë, apo nga Bosnja pastaj në Kroaci të dalin në Gjermani në Austri. Nuk mundet pa u ndihmuar nga Malavita lokale. Nuk ka rëndësi nëse janë shqiptar, janë musliman Bosnjës apo janë klani Kotorrit Malzi. Por kolegu Vesovic, që ka pas punuar për gazetën Ndam dhe tani punon për Radio Televizion Podgoricën, më ka thënë që në Malzi janë habitur se janë kapur njerëz nga Sudani, si ka ardhur nga Sudani. Dhe deri që ai ka ardhur në listë rregull në Shqipëri. Pra nuk ka kaluar në për Shkretir, në për Sahel, në për këto duart e grupeve kriminale, xhihadiste etj, me gjithë rreziqet, që zbarkun Lampedusa me bark. Jo, ka ardhur në avion në Tiranë. E vetë nga Kosovo ka qenë bileta dhe pagesa e atyre që i kanë bërë vizën në Shqipëri. Tjetër, unë publikova në Facebookun tim një kompani nga Egypti që u kërkonte shqiptarëve
bashkëpunonin me ne që të bëjmë kërkesë për vizë, pra ftesë quhet ajo në terma teknik, që të ftosh një egyptian vi, edhe për këtë ti do paguash 25 euro për ftesën. Pra, ti je shqiptar, unë jam egyptian, ti më fton mua nëpërmjet kësaj kompanie dhe ti merr pa bo as i gjogë shtëpia, vetëm do ta mushësh sakt formularin 25 euro. Pra, me këtë ftesë janë usallar të tjerë që punojnë në policinë tonë me Ministrinë e Jashtme për t'i pajisur me viza. Ai pajisi në aeroport, ai pajisi në Kairo, unë këtë s'e di. Jam përpjekur ta investigoj në Kairo, se kam gjetur një dy kokra atje kështu gazetar kopt të krishterë egyptian, por nuk kam prova, dhe unë kur s'kam prova, unë nuk flas nga burimet e mia. Por është fakt që ai po reklamon Facebook-u zotëri. Amon kemi 25 euro ne, 25 euro ti, vetëm mush sakt formulari që fton një egyptian. Pra, që është bërë haptas, është si shqiptarët tonë në Angli, që dalin Facebook në këto grupet e Messengerit, edhe thonë si e do transportin. E do me avion ultra të lehtë, e do poshtë kamionit, e do mrena në kamion, e do me motorskaf, e do me gomone, si e do transportit të kalosh La Manshën. Për çdo lloj transporti ke tarifën për katse. Ato kanë dalë me bërë reklam. Kryesisht bandit shqiptar. Ata e bëjnë pak më të fshehur, se e bëjnë për grupet TikTok-u me pseudonim, kurse këta që po thua ti e bëjnë në Facebook. E bëjnë hapur dhe kanë emra licence. Pra, këtë po bëjnë egyptianët tani. E kam dhënë në Facebook, ë? Këto shokët e policisë, shokët e antiterrorit, shojnë të nëse nofta ma ka huba i egyptiani kur e kanë dhënë në Facebook, se mund të jetë egyptiani i Zotit. Me rak të madhe ke antiterrorin, po të flasim më vonë dhe për antiterrorin. Për dashurinë, për dashurinë dhe urrejtjet që ke, për marrëdhënien dashuri urrejtje që ke ti me antiterrorin në Shqipëri, do flasim më vonë. Eksakt. Mirë, Gjergj, ti ke denoncuar urdhra. Pritme se s'kam marru se është e thellë kjo punë. Ti bashkë nuk parem dot ndonjëherë. Jo, duhet të shtëruar, sepse kemi kriminalizim të shqiptarëve. Dhe kanë dalë disa tipare të reja të frikshme. Unë dua, domethënë, unë dakord me drejtat e njeriut, po unë mbi të gjitha dua të drejtat e njeriut shqiptarëve se jam shqiptar. Sigur të kishe lindur mama diku në Khartoum të Sudanit, do doja drejtat e njeriut të sudanezëve. Dakord? Po. Tani, ka një problem shumë të madh. Po bëhen reklam nga Ukraina. Janë ambiente afër 007-ave ukrainase, shumë problem, po Ukraina është gjendje lufte, kërcet raketa, droni etj. Ka një përplasje të shërbimeve sekrete perëndimore me ato ruse, përplasje shumë të forta. Dhe bëhet reklam. Reklamash në italisht, çuna dhe goca shqiptarë që din italisht mirë të transferohen në Ukrainë, të gjithë problematikën e vizës, banesës, etj. Për të punuar në call centra. Pse? Qeveria Rama nga halli u ka hapur krahun italianëve që do dasin call centrat. Dhe kanë arritur deri ke Amand Josifi. Moma Amandi dhe moma e kësaj Çaçkës, ish ministri i jashtëm, ish ministri i mbrojtjes, janë dënuar për trafik kalamajsh, kanë shit bebe për pjesëkëmbimin në vitin 91-92 deri nga fillimi i 93-shit. Pra janë lidhje të vjetra, është brezi i dytë i kriminalëve që bashkëpunojnë. Thuhet sikur Amand Josifi ka bashkëpunuar dhe me Olsin, po unë nuk flas nga burimet e mia. Deri tani s'ka prova. Ama spanjollët, gjermanët, italianët kanë arritur deri ke niveli i Amand Josifit. Bukur. Po transferohen dhe mirë për në Ukrainë nuk ka Ukraina, se janë shumë të pak që flasin italishte të kulluar. Italishte shumë mirë si që flasin shqiptarët. Domethënë, shtet tjetër ka qenë studente në Pisa, flet si pizane. Domethënë, nuk ka doktor Pigmalion që ta kuptoj që kjo është albaneze di merda, ë? Kujdes për shajt. Po kërkojnë të punsojnë, sepse në Ukrainë ato nuk hy dot italiani, pra që të vjellin në italian të shkret, që mashtrojnë, dhe janë në mbrojtjen e shërbimeve sekrete ukrainase. I drejtohet ambasadës ukrainase. Unë kam qenë që ditën e parë që luftës invazionit rus, unë e quaj invazion, jo operacioni kufizuar ushtarak. Qartë, edhe unë ashtu e quaj, vetëm Putin e quan operacion special. Operacion special, unë e quaj invazion. Kam qenë anti-rus pro Ukrainas.
Kam denoncuar me qindra emra anijesh ruse që bëjnë biznes në Shqipëri, përfshi dhe petroliera. Kam bashkëpunu me Bloombergun për të denoncuar thyrjen e sanksioneve ndaj Rusisë në fushën e karburanteve nëpërmjet Libisë. Por, unë e pyes ambasadën ukrainase, për çfarë doni çuna dhe goca shqiptare atje që të flasin italisht? Për çfarë doni? Sa i garantoni ju? Ç'është ky karrem që do merrni rrogat muaja për me mashtru italianët atje? Po sikur shërbimi sekret i ushtrisë ruse të bëjë një goditje, t'i vrasja, t'i marrë peng, gozat të çuna shqiptar, të rroga që do bokan lek ato në Ukrainë. I bëj thirrje shqiptarëve, qëndroni larg Ukrainës, mos shkoni katot për kalkol. Edhe në Shqipëri nuk është se kanë rroga shumë të mira këta që punojnë nëpër call center. Nëse unë po them që në Ukrainë kanë më të mira se në Shqipëri më. Po mund t'i kenë relativisht, por rreziku është shumë i lartë. Më fal, këtu në Shqipëri mund të blesh shefin e komisariatit o më lart dhe pak a shumë ke një siguri relative. Por në Ukrainë të kesh bler ministrin e policisë, çka kanë ato drejtorin e përgjithshëm të policisë. Por po të kesh bler Zelenskën e presidentit. Të hysh shërbimi sekret rus të vret atje ku po flen në shtëpi, të merr peng. E qit televizor pastaj. Do përfundojnë më keq se ato femrat e mira shqiptare në kampin e Haolit, ato që do shkoshin se do ngreshin shtetin e sheriatit civil. Pas këtyre kërcërimeve të fundit të ruse, që besoj ke dëgjuar, pasi u vran ato vajzat komiktore në Rusi me dron nga Ukraina, Rusia ka shpërsuar gjuhën dhe ka paralajmëruar që do të ketë viktima civile. Ka paralajmëruar madje edhe stafin diplomatik evropian të largohet nga Kievi. Nuk më intereson, mu më interesojnë shqiptarët. Po në atë ligj po thuhet ti, po them ti rreziku shështuar. Ruse në Ukrainë, ky është apelim. Le të vi policia të thotë po përhap panik më, po i bin qaf kot ukrainësve. E kam nxjerr në Facebook. Kam ruajtur dhe nuk është një reklam në Facebook që do shqiptar që din mirë italisht. Dhe janë numra Ukrainës ato. Janë disa reklama. Dhe çuditërisht, mas këtyre call centrave ka sa du shqiptar që edhe që janë menaxher sallë, menaxher turni, kanë sa terminologji që kanë bërë goxha lek, po flasim me qindra mijë euro, noftë edhe ke milionçi. Por këto janë thjesht punëtor të kualifikuar, të mirë paguar. Pronarët na dalin ca gjeorgjan që kanë nga 3-4 pasaporta. Jo falso, kanë 3-4 në shtetësi. Unë do lexoj ca emra, se këto emrat i gjen edhe ke defteret e policisë shqiptare dhe të prokurorisë së Tiranës. Otari Katamadze, Kakber Ninua, Guram Gogezvili, David Ohtrasvidze. Si Georgian duke të gjithë. Të gjithë, po ky Davidi është me 3 pasaporta. Dakor? Po. Perso le juif, thot francezi. Fajin e ka që i futi, thot francezi. Francezi jo ne, pra se ne nuk kemi antisemit. Ja, mër francezi, që du, mër ti, a mund të jena lërë hatë. Po thuaj që ai francez që e thot është antisemit. Ishi poshtër, për francezi është i poshtër, diskutohet ajo. Kjo nuk ka nevoj për arsyetim. Automatikisht ai lloji francezi është i poshtër, që thot cherchez le juif. Por unë bëj pyetjen. Shqiptar, a ja vlen ai fitim? Njëni rob lufte në duart e Putinit, provoni një kështu tur turistik me muaj, inshallah, jo me vite, në Siberi, sa është bukur atje, është klime lezetshme, klime borë, -20, -60, në Jakutsk ka një republik kështu autonome në Federatën Ruse, Jakutsk. Përfundosh atje i burgosur për mashtrim, se këto janë mashtrues. Dhe s'ke që i thu rusit, është i poshtë rusit, po është, po këto mashtrues italian. Urrojnë lekët italianëve. Që do thot Italia? Që poshtë Rusia vjen lekët shtetësve italian, nuk e thot dot këtë kryeministja e nderuar Meloni, absolutisht jo. Pra, Shqipëria është bërë kërcënim për Italinë. E lufton këtu, ato tenton t'i transferojnë në Ukrainë. Dhe ky është një nga kërcënimet për Italinë. Është bërë kërcënim për Malezi, që është vend antar NATO, këto klandestinët që kalojnë nga Shqipëria, se dyja rrugët, o del me det në Itali, dhe këtu kriminalizohen barkat e peshkimit, këto anije të General Cargo, pra të ngarkesave generale,
këto jahtet, se kur erdhën pushtet këto të rilindjes 2013 gjëja e parë hoqën moratoriumin në jahteve. Largëzorit kemi jahtën, janë sekuestruar dhe ca ministrave jahte. Ma merave. Edhe Tahiri, pas me Tahireshën kishin marrë nga Kapitenia e Durrësit patent për kapiten jahti. Po pra ishte skipper Tahiri. Urdhra? Ishte skipper Tahiri. Po, ishte marrë licencë skipper. Po pra. Me letra të rregullta, jo falso, me azallah. Pra, themi këtu, këto shkojnë me det. Pra kemi gjithë bregdetin shqiptar që rikriminalizohet. Shkojnë me tokë të Malzi, ky sherri që i hapet Malzi. Dhe malazezët janë trembur sepse është klani i Kotorrit që kryesisht merret me kokainë, janë dhe vrasin njërin tjetrin si qend ato, ma keq se sa blonjatët. Por po merret edhe me klandësinë. Është telash i madh për atje. Është përfshirë, si thon malazezët, që unë i mor me rezerva se s'kam pa letra, është përfshirë dhe Aco Gjukanović, bankier, që rastisht ka qenë vllai Gjukanovićit pamshëm, herë president, herë kryeministër Malzi, në Jugosllavinë, Ramp Jugosllavinë e qetur, gjithë farsojsh. Pak a shumë si që është Olci me Edin këtu, këne ashtu është Aco me Gjukanovićin atje. Bile s'kode fundit dhe arrestu në Aco një kontrolu në dhe shpinë tjerë. Pra, i ka hyrë frika malazezve se janë përfshirë këto, se nuk e vret meni Malizi se ca nga Afrika apo nga Azia do kalojnë tranzit për dalë në Bosnja apo Kroaci, nuk e vret meni. Problemi është se po interesohet klani Kotorrit. Pra, Shqipëria, një shtet antar të NATO-s dhe një shtet antar të NATO-s dhe të BE-s, si që është Italia, po i hap telashe. Po mirë, dhe këto nuk lafen hava. Pas gjithë këtyre denoncimeve që ti bën. Pas gjithë këtyre denoncimeve që ti bën, dhe unë i pranoj të gjitha si të drejta dhe të arsyeshme. Pse ka heshtje nga ana italiane, ose më keq akoma, pse vazhdon afera e dashurisë Rama Meloni? Nuk i di Meloni këto që di ti? Është marrë peng. Unë e kam thënë, Meloni është marrë peng. Nga kush? Problemi është që dhe opozita italiane, dhe po flas në nivel deputeteje Eli Schlein, një çifute trime lesbike që dashnorën e ka kështu nga malet e Sardenjës, nga Barbaxha, edhe ajo nuk guxon. Motra asaj që ishte numri 2 në ambasadën italiane në Athinë i bën atentat. Ja hollën makinën, krye 20 metra, ja hollën erë makinën, 20 metra larg makinës, deshe pranë. Dhe Eli Schlein, çifute trime e zgjuar lesbike që në dashnorën e ka heroin, nuk guxon. E kuptoti? Nuk po flasim për kështu. Po nuk guxon nga kush, kujt ja kanë frikën Eli Schlein edhe Meloni? Nuk e di. Por nuk mban më ujë pilafi. Unë e kam thënë, ka lloj spionësh italianë në Shëngjin. Karabinier, financier, 007, Policia di Stato. Nuk ka mundësi që të gjithë jenë budallimet, gjithë të jenë qorra mos shohin. Sepse është ajo që quhet deformacione profesionale. Një polici zoti, një financier, Guardia di Finanza, GDF, i zoti, e shefi gjo për jetë dyshon, më për kjo sigur që nuk shkon, po këtu, automatikisht, ato nuk shohin asgjë në Shëngjin. Nuk shohin. Tani më fal. E në policë drume prej shqiptarë të jenë, do vi moment që të shohin dhe do raportojnë. Pastaj italianët kanë burokraci. Për shembull, në kohën e kanabizimit 2015-ën, kur koloneli Rojës Financës deklaronte 96% e kanë azjesuar shqiptarët kanabisin, një general brigadi që më vonë u bë general divizione pra me 2 hyje, po ashtu i bler nga mafia shqiptare me tokën Vlorë, e lavdronte Edi Ramën që po e luftonte kanabisin, po e bote tele. Në tjetër kohë, po martit e ditë kolonelit, një që ishe seksioni informacione, ku i Rojës Financës, e raportonin, nuk është shumë përrejnë këj koloneli. Pra, në Itali, nga që ka shumë organe që bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe kontrollojnë njëri tjetrin, është shumë vështirë që t'u ambyllësh gojën gjithëve. Edhe kur ka të shqitur, edhe kur ka budallej ose gjithë budallej, vjen moment, edhe 007 italiane që janë botë cop-cop, domethënë vjen me qaj. Kur kujtoj amiral Fluvion 30 vjet më përpara që kishte lezet të përplasshme, domethënë,
Tani janë sa majmunur 007, do them 007 nivel në dritorie, jo kështu spion të rëndonte. Edhe ato nuk flasin. Nga Shqipëria është ka radioaktivitet më atje, është pak. Të mbyllim një çështën e emigracionit. Ta mbyllim temën e emigracionit, pastaj të kalojmë te lëndët e rrezikshme. Gjithmonë duke parë nëse na premton. Te emigracioni. Pra, nuk I shohin po sportistët cilësor, studentët. Po, dakor, I përmendëm këto kategori. I përmendëm këto kategori. Tani një nga denoncimet e tjera që ti bën shpesh në Facebook është bumi I qendrave të masazhit në Shqipëri. Kaq shumë nevojë kemi ne shqiptarët për masazh, kaq shumë në dashuri jemi me masazhin. Se po na ofrohet masazh. Ka edhe qendra masazhi legjitime. Për shembull, unë vetë shkova bëra pedikyr. Kishin nevojë thoj të këmbë etj. Po. 30.000 lekë nuk ishin ai pagesë kush ishte çfarë. Por shqiptarët, megjithëse kanë 36 vjet që kanë dalë nga kafazi I komunizmit, nuk janë ngjinja nga me sakt. Se nuk bëhet fjalë, shumica këtyre qendra masazhi janë thjesht bordella. Paguhet policia, u nxihet jeta komshive, denoncojnë komshit, më po keni kalamoj të vegjël vëlla. Pra, është kurrllok. Që menaxhohet nga në mos krimi organizuar nga banda të strukturuara kriminale në bashkëpunim me policinë. Dhe kur them bashkëpunim me policinë, nuk them as me policinë e Fusharrëzit, as me policinë e Poliçanit, se nuk ka qendër masazhi në Fusharrës Poliçan. As në Libohov nuk ka qendër masazhi, as në Haf, nuk ka. I kemi në Durrës, I kemi në Tiranë, ka dhe legjitime, kanë bërë pedikyr. Siç ka dhe ato që bëjnë këto fizioterapite, këto që janë realisht të tilla, me aparatura të trajnuar jashtë shtetit, por ato janë kryesisht shqiptarë, nuk ka të huaj. Na mytën kinezët është turp I madh janë tallur me shqiptarët. Arrestohet prostitut kineze 54 vjeçe. Më për çfarë manjakë seksual që kanë këto shqiptarët? Edhe falas ofrojnë kinezë, edhe më japin ai lekë të maman të lutem. Edhe unë nuk jam çun 25 vjeç. Shiko, kinezët. Unë vetëm në Shqipëri kam dëgjuar që kinezët merren me prostitucion. Nuk para kam dëgjuar që të ketë prostituta kineze në vende të tjera të botës. Si ka mundësi që në Shqipëri ka? Më fal, janë 10 raste që ka policia, nuk flas unë çka ka që si ka policia. Jo, e ka qartë, unë kam ndjekur denoncimet. Patjetër, unë kam ndjekur denoncimet e tua. Po them si ka mundësi që ka shumë prostitucion kinez në Shqipëri, se nuk e kanë namin e prostitucionit kinezët. Kinezët tani kanë edhe një mundësi punësimi për një jetë më normale në Kinë. Kina nuk është më ajo e para 30-40 viteve. Jo, këtu do të korrigjoj, ka 2 Kina. Është Kina 300-400 milion banor në Bregdet, edhe 2 kilometra në thellësi të Bregdetit. Është edhe I Kinë tjetër nga 600 milion e kusur banor në zonat rurale që më kupton, pra ka Shqipëria e klubeve të bllokut. Është edhe Shqipëria e vëndreshtës së skraparit apo e i fshat tani nga Hasi, domethënë. Kupton? Apo nga plaja e Tropojës, apo nga mofra ime, se mokrarët e shkret nga që votojnë edhe majtas to ja kanë shtyp kohën fare të shkretëve. Pra, ta kam llatin që gjithsesi që ta mbyll edhe këtë merak. Me njorit e tua, ti e njeh Italinë shumë mirë, ndjek dhe mediat italiane. A ka këtë përqindje të lartë prostitutash kineze në Itali sot? Shiko, ambasada kineze dhe konsulatat kineze në Itali janë përqendruar kryesisht ke blerja e pasurive të patumshme, ke blerja e bizneseve, ke punësimet ilegale duke shkelur ato drejtat e njerëzit, duke shkelur këto gjëra të rregullat e BE-s për punë shëndetësie për këto, dhe nuk janë përqendruar këtu. Kurse ambasada kineze në Tiranë, me një element edhe të policisë shqiptare, ka dhe video për këtë, që I kisha ai budallai mirë Gledisnano, I kisha ke celulari vet një video, një oficer komisar, me gradën komisar, bashkëpunonte me ambasadën kineze, u kap me pras në dorë. Pra, bashkëpunonte për çfarë? Në Shqipëri, bashkëpunonte me ambasadën kineze për sa më shpejt. Freelance. Qartë, po për çfarë aktiviteti kriminal? Nuk e di. Okej, vazhdo. Unë kam marrë pjesërisht videon që ishte ke
gjet nga hakerat ke telefoni Gledis Nanos në atë kohë, o drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, o drejtori antiterrorit. Nëse. Pra, ambasada si duket mbështet edhe prostitucionin në Shqipëri, se nuk ka mundësi. Viza pa fund për kinezët. Biles do shkoj të takoj zotin Selim Belortaja, se ai ka qenë ambasadori jon, ka dalë pension, unë kam muhabet vjetër me Selimin që në 96-ën, dhe do të shkoj të takoj si jepeshin vizat për këto. Si jepeshin, se kanë ardhur me viza të rregullta, nuk kanë ardhur ilegal. Si ilegal kaloi nga mali. Jo, kinezët gjithmonë me viza të rregullta kanë ardhur këtu. Edhe në vitet 90, kur kishte një fluks të madh kinezësh që kalonin me gomone nga Vlora, në Shqipëri vinin me viza. Absolutisht e kam shumë të sigurt këtë që po them. Merrnin viza, udhtonin përmes Rusisë, nga Rusia në Sofje, nga Sofja vinin në Tiranë. Por vinin me vizë. Po. Dhe ky fluks i kinezëve ka filluar që në kohën kur në ambasadën kineze ishte shefe sigurie i femër, Ma e kishte emrin, shumë e zgjuar, shumë profesioniste, që atëherë filloi ky fluks kinezësh. Po tani është bërë, domethënë në Durrës janë 4-5 raste që prostitutat kineze variojnë nga 25 në 54-57 vjet. Gjergj, më lejo të spekuloj pak. Në vitet 90, kur kanali Otrantos kaloi nga nuk e di se sa 10 raskafe çdo ditë, çdo natë, që transportonin kryesisht kinez, se fluksi i shqiptarëve të kujtohet që ra pas 97-s, pas 98-s. Morë për ra që në 95-ën fluksi i shqiptarëve. Po, dakord. Në atë kohë, në vitet 90, ne kemi pasur shumë restorante kineze. Shumë, disa në Tiranë, dhe dyshoj që të gjitha ishin pika kontakti për kinezët e ardhur rregullisht me vizë që kërkonin një ndërmjetës për t'i çuar në Vlorë dhe nga Vlora në Pulja. A dyshon ti ky spekullim që po bëjun tani? A mund të dyshohet që ky rrjet prostitucioni shërben për ndërmjetësim për trafik kinezësh? E them, po e përsërisë spekullim, nuk kam asnjë provë. Edhe në Durrës një restorant kinez dhe mund ka bërë përshtypje. Ishte 96-ta, kishin ndodhur një 2 incidente për transport e armës nga Shqipëria, një në Kandahar, një në Mesdheun Lindor, një Nyala çonte armë ke Bin Ladeni në Sudan, në Port Sudan. Edhe ishin çat ambasadës amerikane, ishte një Charles Walsh Kokuq. Ai antisal, nuk e di pse ishte antisal, dinte japoneshe. Edhe nga që kishim ftu një 2 herë me hangër drek me ato, zdoje që se i ra qytit i drek. Kupton, edhe i ftoi ke restorant kinez, që ishe novelty në atë kohë. 2 gjona ishin GRE në Tiranë, Pizza al Metro, që tani rinia qesh, po të thush Pizza al Metro, dhe restorant kinez, që uaj gjë e madhe, domethënë e fisme. Restoranti kinez ishte më i mirë se sa një restorant në Durrës, që prodhimet mrekullueshme peshku, që kuzhinjeri ishte një njeri i Camorras napoletane, bot shumë i mirë. Ai unë çepte këtu, se kisha ato sherrat me familje të ishin këto të Casal del Principes me Napolin e vjetër, sherrat e tyre, sherrat me të vdekur. Dhe i ftoi do shkojmë ke filan në restoran. Ishte diku afër anekseve të stadiumit që tani Kemal Stafa që tani janë bërë pallate. Edhe afrohemi, thot, ishte edhe Charles Bedriti, ka ardhur si biçim shefi i vëzhguesve amerikanë zgjedhjet e 26 majit, që futi martuar me shqiptare, një pianiste Casli nga Tirana. Gjorgji thot jo këtu. Çka? Ja dhe lirë. Du me provu sa ke, thash, po jo sa ke orizi, sa ke bambuje. Du me provu qintao birë, çka ke ti? Isha dhe qika arrogant, jo ky kinezi, po pse? E kanë mushta gjithë për gjusa, të lodhit. Të lodhit. Fali dhash, po për spionullik sigurimi jo, nuk a merrte kthes sy në sorrat verdhe. Mos më thonë që po sigurisht hiqi këto shprehje raciste, se e nise me sherrri është çifuti, tani po thua sorrat verdhët. Jo më thashun, ja kalojmë për punë përgjimi. Jo, tha, shkojmë në restorant tjetër, përfundimisht shkum në një restorant italian, shumë i mirë, domethënë, një nga jugu ishte nga Çelja Mesapika, diku afër Brinjës, burr shumë i mirë, hangëm atje, po jo këtu, se kanë mund gjithë për gjusë të kinezë, domethënë, ishe një, edhe Charlesi, edhe ky Walshi, domethënë, të dy kishin një bezdi, ike se kanë mund gjithë spionullit, domethënë. Kjo ishte situata në pranverën e 96-s. Kanë kalu 30 vjet,
shumë ujë ka kalu poshtë urës. Problemi është vetëm ky. Çfarë bëjnë këto kinezë? Si organizohen? Sepse nuk është që vjen nga fshatrat e Maqedonisë në Shqipëri, kalojnë nga mali, çfarë bëjnë ne? Kupton? Që është dakord, është edhe truri i shformuar i shqiptarëve që vdesin ala për seks, domethënë, se sigur kanë dalë nga burgu 10 vjet burg, s'kan pa femër me sy. Tani, ka i kufi. Pra, unë nuk e shoh vetëm thjesht prostitucion, shkelje ligji varja, ka edhe siguri kombëtare. Pra ti dyshon që këto qendra masazhi dhe prostitucioni ose të dyja bashk mund të jenë edhe avanposte të shërbimeve sekrete kineze? Patjetër, unë jam drejtor ministri, shkoj bëj masazh atje, Thash drejtor ministri, po mund të jem biznesmen, mund të kem fitu tenderin e uniformave të policisë, për shembull, ose të pistoletave të ushtrisë ku dëgjon, nuk është ajekullajt kjo punë. Nuk po them pastaj blerja e kamerave kineze në Abu Dhabi, që ajo është historinë vete. Për Smart Cities. Sale shkret, nisë s'po merre me sale, varja. Pra, ta kam llafin që ky është shqetësim. Tjetër? Mi thuaj 2 fjalë për salen, me që the nuk flas për salen, për rizgjedhjen e Sali Berishës. Si shokun ver njëri një kohë kandidati vetëm. Po nuk ka pikë rëndësie mërë. Kjo është një propagandë e smurë. Problemi i Salës është që nuk është pjekur akoma. Bëhet 82 vjeç tetor dhe s'është pjek. Problemi i Salës nuk është rizgjedhja pa kandidat. Nuk është pjekur apo shkapur? Po nuk është pjekur. Sepse në moment që piqet ai regjimi i pi për 3-4 muaj. Po basi s'ka dëshirë që të bjerë regjimi. Aksham pazaret e veta. Ja thon ti bëjmë me pazaret, që do të mundin i kockë. Po nëse bën pazar nuk është se s'është i pjekur. Po jo me po në pazar. E flet lopën me çmimin e pulastrenës. Tani më fal. Unë mund bëj ujë se jam nuk është i zoti si pazarxhi, kjo nuk ndryshon faktin që është pazarxhi. Po mirë me pazarxhi s'ka ne idiot keqe, po është i papjek në pazar. Ka pak sepse negocion fatin tim dhe tëndin. Po pikërisht, kush e ka autorizuar atë, pse s'di unë bëj pazar, që ka më i mençëm Berisha. Jo, indirekt ne e kemi akuzuar, e kemi autorizuar indirekt. Për sa kohë ne, unë, ti, edhe Mira si ne të dy, nuk jemi të zotë të ndërtojmë një alternativë politike, opozitare, mirë të na bëhet që kemi Sali Berishën që bën pazaren kurriston me Edi Ramën. Mirë të na bëhet që kemi të dy. Unë nuk e di për ju, për veten time, unë çdo hall që kam pas, nuk më ka zgjidhur Berisha, përkundrazi, edhe e ka sabotuar me ca idiotizma, me ca komplekse inferioriteti që zot na ruaj. Ka ardhur 15 vjeç për në Tiranë, ke teknikumi mjekësor. Sigur ka zbrit para 3 vjetësh nga mali, diku në periferi, më tanë Bathores. Është gjinof, sinqerisht vjen gjinof për atë njerëz. Vota pazare idiotë, unë s'kam zgjidhur me të. Unë kam zgjidhur duke sulmuar socialistët, socialistët, jam të shkret këto ripjellësat, socialistët janë sot për vete, dhe i kam zgjidhur. Pallati im u dëmtu nga tërmeti, ishe pallati i parë që mbaroi riforcimin Durrës. Nga gjithë pallatet tjera. Sot janë hala një 2000 familje që s'marrin bonus qiraje, që kanë në vite sa që kanë marrë Kelsën dhe s'kanë hyrë në shtëpiat. Dhe shtëpiat janë atje, ke vaskat e peshkut janë mbushur me fekale, se është implanti i ngriti sala 2012-2013 për pastrimin e ujrave që mos ndodhte i deti, ujrave të zeza gjithë qytetit të Durrësit atje. Dhe atje nuk u japin, u kam vonë letër të hyjnë atje s'u japin çelësat, nuk u lidhin ujin dhe dritat. Pa filluar pak me aliu. E kupton? Unë kam zgjidhur problem. Ishte problem domethënë atë dëmtimin për tokën. Jemi në fund të kohës. E kam zgjidhur. Jemi në fund të kohës televizive. Të kohës së videos. Dua një mendim të fundit për ty. Ditët e fundit, Rama po pretendon se jemi në kilometrin e fundit në procesin e integrimit në BE. Kemi filluar mbylljen e kapitujve. Ndërkohë që Shqipëria që sheh ti është krejt ndryshe nga ajo që sheh Rama. Opinioni që dua nga ty është sa afër integrimit në BE, integrimit plot për antarësimit.
në BE është Shqipëria sot, dhe sa ndikojnë këto që denoncove ti në këtë podcast sot në integrimin e Shqipërisë? Më fal, Shqipëria si shprehje gjeografike apo Republika e Shqipërisë me shqiptar brenda, me banor shqiptar brenda? Republika e Shqipërisë, por me shtetas të ardhur të naturalizuar në shqiptar, të ardhur nga Tajlanda, Mozambiku, Sudani, Kina, Myanmari, Bangladeshi. Ama nëse unë du me sjellë ca Rohingya që është një minoritet. Po si të duash, po më thuaj kur hyn Shqipëria në BE dhe a hyn Shqipëria dhe a pengojnë ato afera korruptive që ti denoncove sot? Sot s'patëm kohë të flasim për vendet e rrezikshme. Ai më dhe mandon që do lodhemi që do ndërtojmë socializmin. Kur të mërrim komunizëm, do bëjmë qef. Do punojmë sa dum e do marrim, pra do punojmë sipas mundësive, do marrim sipas nevojave. Sa ta ndërtojmë socializmin, shkojmë komunizëm. Kështu që edhe ne sa ta ndërtojmë BE-n, do lodhemi. Pastaj kur mërrim BE, do bëjmë qef. Kjo është. Tani shqiptarët unë të rejnë, nuk kanë të bëjnë. I rejti studia. Si mos i rejë Rama që mirë keq ka marrë institutin e lartë të arteve. I rejti studia. I rejti Alimun që i sot ka tërë. Se mos i rejti. Po i rejnë tani me lloj skemash, jo me pako postare, me lloj budalligjesh po i rejnë. Duan pare i kyll shqiptarët dhe hume dhe atë që kanë. Është ajo fabula La Fontaine, keni kishe i kock pa në ujë atë imazhin e kockës, fund ballë fulli kockën që kap të tjetër. Në shqiptarët duan të kapë imazhin e madh, është janë ta faqarë. Nuk piqet ky vend, nuk piqet. Jemi bosi kurdët. E në atë copë Shqipni që në la Ismail Qemali, jetë që duma. Ma mirë pas Shqipni. Tu jemi ka të ndismë, është realitet. Hajde ma ullë poshtë. Pas 20 vjetës do të ketë në Shqipëri? Pas, Shqipëri si shtet funksional me banor shqiptare tik, apo Shqipëri si shprehje gjeografike, se janë dy gjëra ndryshme. Po unë dyshoj se edhe si shprehje gjeografike nuk do jetë më pas 20 vjetësh. Po jo si shprehje gjeografike duhet se pronarët e Shqipërisë duhet të jenë antar të BE-s, kanë votë në BE, të vjellin fonde nga BE, se janë mjeshtra për të vjellë fonde ato, fonde zhvillimi, ristrukturimi, drejtjet virit, të bëjnë pjesëligjet në një vend BE-s, pra mos detyrohen shkojnë, ti bëjnë pjesëligjet Marok, jo në një vend BE-s. Por shqiptarët do të jenë si reklama e Benettonit, ngjyrat e bashkuara të Benettonit. E ke parasysh atë reklamë? Do jetë ngjyra e bardhë ke reklama e Benettonit. Do ketë shqiptare se do jenë jo roje fabrikash, tokash, domethënë do jenë menaxher shqiptiku, se janë disa shqiptarë, kryesisht ish drejtor hajdut të LSI-s, të cilët po blejnë prona pafund. Kjo LSI është parti serioze, nuk mund villë që pafund atje pa dhënë pjesën. Dhe i bigi këta pas kanë hunë lirit dhe monitët. Gjergj Thanazi gjithmonë kënaqësi të flasësh me ty, po gjithmonë ke qartje kur duhet ndajemi sepse te kalohet koha. Po. Dhe gjithmonë me ftesën, me detyrimin tënd për të pranuar një ftesë tjetër në një kohë sa më të afërt mundësisht pas një muaji ose 2 muajsh. Faleminderit. Shumë faleminderit juve. Faleminderit. Këtu përfundon emisioni për ditën e sotme të dashur shikues, ju takim javën e ardhshme.